Patjetër duhet me ndërhyj qeveria. Nuk është normale, është përtej asaj që njerëzit mujnë me përballu për një pagesë tillë të shpenzimit të energjisë elektrike. Këtu ka ndikim edhe vendosja e pajisjeve për ngrohje dhe ftofje, ata ka rritje të konsumit, ta përshtatojmë atë se rritja e konsumit e bën edhe rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Është mirë më marrë edhe në parasysh edhe kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, mirë por do të marrë në mënyrë shumë të dimensionale, do të kthyer inflacionin, do të kthyer politikat në rreth, mundësitë e blerjes së transmetuesve të rrymës elektrike sa ato kushtojnë në shtet. Kjo është një çështje që kishte duhet me qenë më relative dhe shteti me bë punën e vet, opozita punën e vet, qytetarët punën e vet. Nëse është mundësia e fundit që Kosova ose të mbërrik këmbët, qoftë me rrymë, sepse rryma është produkt strategjik dhe nëse kemi një produkt strategjik i cili është në bashkëmëri çdo nga jashtë, atëherë ne do të thotë që edhe shteti jonë është i dobët dhe nuk kemi një shtet efektiv. Edhe qytetarët, edhe shteti, edhe pushteti, edhe opozita, sepse për ndryshe është në pyetje shteti jonë, ekzistenca jonë. Do të kemi një politikë të mençur, të orientuar ka perëndimi, ka nevojat tona strategjike dhe me mençuri dhe me një bashkëpunim të madh.